Shkruan Aleksandr Pavlović, miqve të mi shqiptar, që nga dita e parë e protestave në Shqipëri të nxitura nga shitja e planifikuar e ishullit të Sazanit dhe plazhit të Zvërnecit si dhe nga ndërtimi i një resorti luksoz në zonën e mbrojtur të lagunës së Nartës nga një konsorcium i udhëhequr nga dhëndri Trumpit Jared Kushner, janë shfaqur pankarta që i quajnë në mënyrë përçmuese Edi Ramović. Logjika e nënkuptuar pas këtij delegjitimimit të kryeministrit shqiptar, i cili e mbron me forcë projektin si një investim të rëndësishëm dhe një mundësi për zhvillimin e Shqipërisë, është e qartë. Rama po vepron aq shumë kundër interesave të shtetit dhe kombit shqiptar sa sikur të ishte serb e jo shqiptar. Ky emërtim na tregon se armiqësia dhe intoleranca serbo-shqiptare kanë arritur për masa të tilla, saqë etnonimi serb, edhe në një situatë që s'ka absolutisht asgjë të bëjë me Serbinë apo serbët, mund të aktivizohet në diskursin publik për të përcjellë jo vetëm një mesazh negativ, por mesazhin më fyes të mundshëm. Ta quash sot një shqiptar serb përfaqëson fyerjen më të rëndë dhe zhvesh atë nga çdo cilësi shqiptare patriotike dhe morale. Figura e armikut. Të njëjtën logjikë etnonacionaliste e kemi hasur prej vitesh në Serbi, në brohoritjet e tifozëve në ngjarje sportive dhe që prej vitit kaluar edhe në protestat kundër Vučićit dhe regjimit të tij. Pra, të dy mesazhet janë identike në çdo aspekt. Përveç etnonimit përçmues, fyerja më e rëndë për një shqiptar dhe akuza më e fuqishme për tradhti kombëtare është ta quash serb, ndërsa për një serb ta quash shqiptar ose më keq akoma skiptar. Disa kritik, sidomos mes shqiptarëve, nxituan ta delegjitimonin të gjithë protestën studentore e qytetare në Serbi, si thelbësisht etnonacionaliste për shkak të këtyre sloganeve. Për shembull, Veton Surroi verën e kaluar shkroi se lëvizja ishte kthyer në mënyrë të pakthyeshme drejt nacionalizmit. Madje se Serbia po përgatitej për një luftë të re në mënyrë të ngjashme, Michael Martins në Frankfurter Allgemeine Zeitung argumenton se studentët po përvetsojnë retorik nacionaliste duke cituar sloganet dhe simbolet e shfaqura në demonstrata, ndërsa Hani Erçeg përfundon se thirrjet dëshmojnë një përbuzje raciste ndaj shqiptarëve të Kosovës. Këto kritika ndonse jo pa bazë kërkojnë një kontekstualizëm më të kujdesshëm. Shumica e raportimeve dhe pamjeve tregojnë se bëhet fjalë për incidente të izoluara nga grupe të vogla, shpesh huligan ose tifozë, jo për bërthamën e studentëve, dhe se ato nuk përfaqësojnë parimet e lëvizjes apo shumicën e pjesëmarrësve. Thënë thjesht, masa prej qindra mijëra njerëzish nuk i broret këto slogane në unison, as studentët organizatorë të protestës, siç theksoi edhe Gresa Hasa në fillim të protestave në Tiranë. Disa simbole apo flamuj nacionalist që shihen her pas here nuk janë përfaqësues të protestës në tërësi. Janë raste të izoluara që nuk pasqyrojnë parimet e lëvizjes. Organizatorët student kanë bërë vazhdimisht thirrje që pjesëmarrësit të vinë pa simbole partijake apo ideologjike. Kontrolli i turmave me dhjetra apo qindra mijëra vetë është praktikisht i pamundur, por gjatë protestave nuk ka pasur viktima. Incidentet që mund t'u atribuohen protestuesve pa llogaritur provokatorë të maskuar me origjinë të paqartë, për të cilët ka dyshime të arsyeshme se janë infiltruar nga regjimi për të diskredituar protestën. Janë qenë shumë të pakta dhe më të lehta se në protestat më parshme, festa tifozësh apo mitingje për Kosovën, nuk ka pasur thyerje dyqanesh apo plaçkitje. Pas tubimeve, organizatorët dhe pjesëmarrësit pastrojnë rrugët dhe e lënë qytetin në të njëjtën gjendje siç e gjetën. Si dikush që ka shkruar dhe redaktuar disa libra mbi paraqitje negative të shqiptarëve në kulturën serbe dhe që e ka kritikuar nacionalizmin serb për dekada, janë plotësisht i vetëdijshëm se sa negative dhe të rrezikshme janë këto dukuri. Ndjenjat anti-shqiptare dhe anti-serbe po bëhen pjesë e folklorit të rrugës, fyerje të gatshme, rezerva simbolike që mund të aktivizohen në situata të ndryshme. Figura e armikut të Ligës Serba-Shqiptar formsohet dhe është gati për përdorim si një armë mbushur pa sigures. Thelbi i protestave. Por edhe kjo është thelbësore, ne nuk duhet të identifikojmë pritmat më të këqija etnonacionaliste të huliganëve me thelbin e protestave aktuale dhe as t'i barazojmë ato me opinionin e shumicës. Përndryshe, rrezikojmë të humbasim pyllin për shkak të disa pemëve dhe të mbetemi përgjithmonë të bllokuar në grindjet etnonacionaliste që liderët autoritari shfrytëzojnë, ndërsa për pushtet dhe interesa ekonomike shkatrojnë burimet e pakta natyrore dhe ekonomike që kanë mbetur në pronësi publike. Nëse duam të dimë se çfarë mendojnë vërtet studentët, prova më e besueshme vjen nga një sondazh sistematik i kryer nga Instituti për Filozofi dhe Teori Shoqërore dhe Fakulteti i Shkencave Politike me rreth 1000 student pjesëmarrës aktiv në plenumet e disa fakulteteve të Beogradit nga janari deri në maj 2025. Gjetjet e tij janë të qarta, shumica dërmuese përqafojnë vlera liberale. Pyetje sa e rëndësishme është për ju të jetoni në një vend të qeverisur në mënyrë demokratike, i dhanë mesatarisht notën 8.9 nga 10. Prioritetet kryesore të përmendura janë drejtësia sociale, sundimi i ligjit dhe demokracia. Zogjtë e shpëtuan Romën. Atë mbrohet me një lule dhe me një zog në fluturim. Pikërisht në këtë dimension të luftës për drejtësi sociale dhe mjedisore duhet parë ngjashmëria e thellë mes protestave aktuale në Serbi dhe Shqipëri. Është detyrë intelektualëve në rajon jo vetëm të përkrahin këto protesta, por edhe të theksojnë ndërlidhjen e tyre dhe të rrasin për solidaritet rajonal. Protestat maqedonase kundër Gruevskit në Maqedoninë e Veriut treguan se me këmbgulje dhe një opozitë bashkuar është e mundur të zëvendësohet një qeveri autoritare. Ky mesazh jehoi në Maltëzi ku qytetarët zëvendësuan regjimin e Gjukanović. Tashembu inkurajojnë edhe qytetarët serb. Po ashtu protestat aktuale në Shqipëri ushqehen nga energjia e revoltës popullore në Serbi. Qeveria serbe i premtoi Kushnerit hapësirë për një hotel luksoz në qendër të Beogradit, në një zonë nga e cila statusi i trashëgimisë kulturore u hoq në
mënyrë të dyshim, por qytetarët dhe ekspertët rezistuan, u hap çështje penale ndaj disa zyrtarëve dhe projekti u braktis. A nuk është ky një mesazh më i rëndësishëm për qytetarët shqiptarë se sa sloganet fyese? Së fundmi një mesazh inkurajues për qytetarët shqiptarë që mbrojnë Zvërnecin dhe lagunën e Nartës, një rezervat natyror që është 3% specia përfshir flamingot, pelikanët dhe breshkat e detit. Vetëm pak ditë më parë, partia e Vučićit vendosi një banderol gjigande mbi ndërtesën Albania në qendër të Beogradit, duke penguar dallëndyshet alpine, specia e mbrojtur, të hynin në folet e tyre. Reagimi i shpejtë qytetarët detyroi heqjen e saj. Albania u mbrojt ashtu si zogjtë e saj, dhe ndoshta ky është mesazhi thelbësor që protesta serbe u dërgojnë fëmijëve. Ne u përballëm me projekte të dëmshme, mbrojtëm trashëgimin dhe natyrën që nuk u përket asnjë kombi, as serbëve, as shqiptarëve, por të gjithëve ne dhe vetë tokës. Në këtë betejë Shqipëria ka mbështetjen, simpatinë dhe solidaritetin tonë.